të shënojmë një investim të rëndësishëm për Mitrovicën dhe përbujqësinë e saj. Përmes kësaj marrëveshje sigurojnë financimin e projektit ujitjes për 500 hektar tokë në fshatrat Perq, Vërnic dhe Vaganic, e cila krijon kushte më të mira për prodhim bujqësor dhe zhvillim ekonomik në këtë pjesë të vendit tonë. Faleminderes, sot është ditë me shi, bereqet për Mitrovicën, kryeministër faleminderes shumë për mbështetjen, ka qenë pjesë e kryetarit Mitrovicës, zoti Faton Peci, ka qenë zotimi i për Mitrovicën, ne jemi këtu pranë Faton Pecit, së bashku me Faruk Mujkën. Faleminderit tani herë kryeministër, që po e përmbushim njërin prej zotimeve tona që e kemi pas në zgjedhjet e fundit lokale për Mitrovicën. Faleminderit shumë. Nuk ka gëzim më të madh për neve si IBLPENC me qenë shërbim qytetarëve, të ministrisë dhe komunave, gjithmonë dhe normal bujqve, për t'ju ofruar ato që është më shtrajt për një bujk ujitjen kualitative dhe të qëndrueshme. Faleminderit.